Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdal khalqi Muhammedin wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit me shpëlotin. Lavdërimet takojnë Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut janë për krijesën më të mirë Muhammedin dhe kush ndjek rrugën e tij deri në ditën e fundit. E pas, vazhdojmë me ligjëratën e ditës Arafatit, 5 qershor 2025. Jemi në ligjëratën e dytë, pra që jemi pas namazit të drekës, ku në ligjëratën e parë folëm për vlerën e ditës Arafatit. Tashti, inshallah me lejnë Allahu xhalla wa ala, të flasim për haxhin e pejgamberëve, kuptimi dhe mirësia që ka kjo temë, që ta kuptojmë se si kanë qenë pra të parët tanë të devotshëm. Sipas dietarëve të sunetit, pra dietarë selefi, shumë pejgamberë më herët para profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë bërë haxh dhe kanë kryer vizitën në Ka'bën, sepse Ka'bja është ndërtuar nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam me djalin e tij Ismaili alayhi salam. Allahu tregon në Kur'an ku thot: Wa idh bawwa'na Ibrahima ma kana lil bayti an la tushrika bi shay'a wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud. Ku thot, dhe kur ne I tregum Ibrahimit vendin e shtëpisë Ka'bës, mos shoqëro asgjë dhe pastroje shtëpinë time për ata që vizitojnë, që qëndrojnë në të, që përkulen edhe bin sejdë, për ata që falin edhe bin sejdë. Po ashtu Allah tregoi ku thot: wa adhin fi nasi bil hajji, pra të thirrë njerëzit për haxh. Sipas fjalëve të Ibn Kathirit, atëherë filloi haxhi për njerëzit dhe pejgamberët pas Ibrahimit alayhis salam, edhe pas Ibrahimit e ka njoh këtë. Disa shembuj të pejgamberëve që kanë bërë haxh sipas menhexhit selefi: Ibrahimi alayhis salam është themeluesi I haxhit, siç e njohim sot. Allahu e urdhëroi pra Ibrahimi alayhis salatu wassalam bashkë me djalin e tij Ismailin që të pastrojë Ka'bën dhe të thrisë njerëzve për këtë mirësi që të bënin haxhin. Ibrahimi e boni haxhin I parë dhe vendosi themelet e rritjeve të haxhit, për ruku, sejdë, tavaf e tjerë pra. Ibrahimi alayhis salatu wassalam edhe Ismaili u bë shembull I nënshtrimit ndaj Allahut xhalla wa ala, veçanërisht pra në historinë e therrjes së djalit, ndërkohë që ai nuk e therrë djalin e tij, pra porse u zëvendësu me një dash. Pastaj ky është haxhi I tauhidit. Pra haxhi, qëllimi I haxhit është që të falenderohet madhërohet Allahu, nufriduhu bil ibadet, ta falenderojmë, ta lavdërojmë dhe pra ta veçojmë Allahun me adhurim. Uluhi rubius me sifat në adhurim në ato gjëra që Allah I ka kriju, pra ta veçojmë Allahun në ato gjëra që I ka kriju dhe ta veçojmë Allahun në emrat dhe cilësitë e tij. Pra ku çdo akt I adhurimit është vetëm për Allahun xhelle wa ala. Musa alayhis salam, sipas disa transmetimeve nga sahabët tabiinët, Musa I ka ardhur në Ka'be për adhurim. Edhe pse në Kur'an nuk përmendet drejt për drejt që ai bëri haxh, Ibn Taymija thot, pejgamberët kanë ndjekur mësimet e Ibrahimit për haxhin, thot Ibn Taymija rahimahullah. Pasi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e bëri një haxh të plot, haxhul wada, haxhi lamtumirës, e bëri sipas mësimit, pra sipas udhëzimit të Ibrahimit alayhis salatu wassalam, dhe pastroi nga çdo lloj formë shirku, pra dhërisie që ishin futur më vonë. Pra profeti alayhis salatu wassalam I tregoi muslimanëve se si të bëhet haxhi. Ai tha, profeti alayhis salatu wassalam
merrni nga unëritë tuaja të haxhit, sepse unë nuk e di nëse do ta bëj sërish pas këtij viti. Subhanallah, kjo ishte këshilla e profetit alayhi salatu wassalam, dhe profeti alayhi salatu wassalam e bëri këtë haxh. Në këtë haxh ai konfirmoi dhe i tregoi njerëzve tauhidin, që ta veçonin Allahun në adhurim, ndaloi adhurimin e varreve, shirkun, ndaloi kthimin tek adhurimet e ignorancës dhe i udhëzoi njerëzit që ta adhuronin Allahun me sinqeritet, me tauhid bil ikhlas lahu fi din, ta adhuronin Allahun me sinqeritet në fe. Pra, sipas menhexhit selefi, o vëllezër dhe motra, dietarë si Ibn Taymija, Ibn Uthaymin, Sheikh Al-Albani rahimahullah, Ibn Baz, tregojnë se qëllimi i haxhit është tauhidi, jo turizmi apo përkujtimi kulturor apo diçka tjetër, apo me dal apo me shetit apo me kalu kohën. Por se qëllimi i haxhit është tauhidi, adhurimi i Allahut, ta adhurosh Allahun me sinqeritet. Haxhi është një shkollë edukimi që të pastrosh shpirtin, pra forcohet besimi tek Allahu xhalla wa ala me bindje ndaj Allahut dhe braktisje nga shirku. Çdo bidat, çdo risi bidat në haxh, si prekja vendeve që profeti alayhi salatu wassalam nuk i ka prek, apo lutjet shpikura, të cilët nuk kanë bazë në menhexhin selefi, pra nuk kanë bazë në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, janë të refuzuar. Ndërsa argumente themelore në lidhje me këto urdhra dhe këshill profetit Muhammed alayhi salatu wassalam kemi shumë, pra edhe nga Kurani që Allah na i tregon, ku thot qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj që me të vërtetë namazi im, sakrifica ime, jeta ime, vdekja ime janë për Allah, Zotin e botëve. La sharika lahu, ati nuk i bëj shirk. Dhe nuk urdhëruan pra diku tek një ajet tjetër Allahu tregon ku thon wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahu ad-din. Pra dhe nuk urdhëruan, thot Allah tek sura Al-Bayina, dhe nuk urdhëruan tjetër veç se ta adhurojnë Allahun me sinqeritet, duke ju përkushtuar atij fen. Gjithashtu hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam ku tregon ku thot për rrezikun e atyre që ndjekin bidatet dhe rrezikun e tyre, pra që kundërshton rrugën e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, thot hadith men amila amalan ma laysa fi amrina fa huwa rad. Kush vepron ndonjë vepër të cilën nuk është në përputhje me çështjen tonë, ajo është refuzuar. Hadith transmeton Muslimi. Pra këto janë rregullat e mirësisë që tregon se edhe pejgamberët kanë bërë haxh, këto janë argumentet e qarta. Dhe Allahu tregon ku thotë: "Wa ma atamu ar-rasula fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ajo çfarë juve ju jep i dërguari, merreni, dhe ajo çfarë juve ju ndalon i dërguari, lëreni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Dëgjojmë në mësimin në ligjëratën pas ikindis me lejen e Allahut xhalla wa ala, që të ketë dobi ditën e sotme që jemi në ditën e Arafatit, sepse alhamdulillah është ditë e agjërueshme që agjërohet sot, dita që agjeron muslimanë dhe muslimania, sepse është madhështore, ditën që Allahu zbret qiellin e dunjas. Pra takohemi pas namazit të ikindis me temën Haxhul Mabrur, pra haxhi i pranuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.